Nderuar shikues të Radio Sport përsëris së bashku në pjesën e dytë dhe menjëherë ka nisur pjesa e dytë me golin e 8 të Vllaznis. Mateo Çardaku është autor i golit të 8 të Vllaznis. Është goli i dytë i tij personal që të sulm i Vllaznis. Një dominim total i ekipit Kuqe Blu. Jepaxhia ka qenë çoka i pan golit 9. Portieri Behari i jashtëzakonshëm ka dalë nga porta, ka mbështetur sulmin dhe shënon golin e 9. 2 gola që në startin e pjesës së dytë për Vllaznin që thellon avantazhin 9-2. Për Vllaznin pas 2 golave të shpejt në startin e pjesës së dytë, fillimisht nga Mateo Çardaku dhe më pas nga Fatos Behari. Çardaku, Jepaxhia, kujtojmë që në pjesën e parë autor të golave për Vllaznin ishin Jepaxhia, Tafili, Gokaj, Çardaku, Boshti 2 gola dhe Samir Hyseni. Pjesa e dytë ka ardhur menjëherë me golin, ka nisur menjëherë me golin e Çardakut që shënon regjistron dopjetën në këtë ndeshje, Paça edhe Boshti. Dhe pastaj goli tjetër nga Hyseni. Hyseni në fakt ka shënuar në pjesën e parë, por goli i dytë në pjesën e dytë u shënua nga Fatos Behari. Rezultati 9 Vllaznia 2 Jata që është pranë golit në të momente. Vllaznia ka aktivizuar Maldin Tafen në port, është larguar Fatos Behari dhe goli 11 ka për protagonist Denis Shokajn. Tafa, portieri dytë i futsalës Shkodrane. Sulmi ekipit jatë se gjuan me forcë nga Antonio Nasca, ai që ka shënuar në pjesën e parë për ekipin e tij. Për këtë radhë nuk është i saktë. Krahas Antonio Nascës për ekipin jata në pjesën e parë ka shënuar dhe Gerald Shabani. Niski sulmi i ekipit të Vllaznis është Joal Iziku, një emër i njohur i futbollit shkodranllat i shqiptar, por ka luajtur edhe jashtë Shqipërisë, është një djalosh shumë energjik. Ka qenë kryeshënuesit më të mirë të Akademisë Vllaznia, për mos thënë më i miri. Dhe me pas pati një përvojë edhe jashtë Shqipërisë, por tashmë është rikthyer në Shkodër në Shqipëri. Dhe luan për Vllaznin dhe Denis Shokaj tundë rjetën e ekipit të jatës. Dominimi plot i ekipit të Vllaznis në të gjitha aspektet, me lojë dhe me rezultat.
Denis Çokaj, Joaldi Ziku, Boshti dhe portieri Maldin Tafa janë në këto momente në fushën e lojës. Trajneri Arben Xhaferi ka besuar dhe lojtarëve të Stolit. Antonio Nasca, autori i golit të parë për skuadrën e Jatës në pjesën e parë. Lut minuta 6, Vllaznia 11, Jata 2, një finde interesante e numrit 7 të Jatës Antonio Nasca, që në këtë momente trajneri i tij Florian Azizaj e ka zëvendësuar me një koleg tjetër. Çokaj për Boshtin, hyn atje edhe Ivziku. Çokaj nuk arrin Vllaznia që konkludojnë në të momente, është në përsi të thellë. 11-2 dhe fortja gjujtje ballore e Joaldi Ivzikut. Rikthehet në fush kapiteni Kuqiblu Alcid Tafili. Topi shkon tek ai që më një gjuan fort. Pret portieri Ivziku godet pas themit topit në fush, por përsëri portieri i skuadrës mysafire e një Xhelolaripi ka pritur. Kujtojmë të nderuar shikues të Veriu Sport që jemi drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve në Qazim Dervishi i Shkodrës, ku portali Veriu Sport ju sjell ndeshjen futsalës Kupa e Shqipërisë, gjysmëfinalja e parë. Vllaznia po luan me ekipin Tiranës Jata. Luhet pjesa e dytë, 11-2 në favor të ekipit të Vllaznisë, ndërkohë që në gjysmëfinalen e dytë që do të luhet në Pallatin e Sporteve të Qazim Dervishit, do të jenë përballë Flamurtari i Vlorës dhe Tirana. Është ndarur loja për pak momente për të ardhur në ndihmë Joaldi Ivzikut, numrit 7 të Vllaznisë, i cili pas një përplasje me futbollistët kryeqytetës është dëmtuar, mjeku Mlloja po jep ndihmën e shpejtë. Shpresojmë që të mos jetë diçka serioze. Është ngritur. Them që futsalla është një sport i destinuar për trauma. Shumë futbollistë besojnë trauma duke luajtur në parket. E sidomos Ivziku, që është një ish futbollist i njohur që ka luajtur për shumë vite në fushat e mëdha, në fushat e gjelbërta. Ndoshta e vuan paksa derisa të ambientohet me parketin. Ky është debutimi i parë i Joaldi Ivzikut me ekipin e Vllaznisë në futsal, ashtu siç është edhe për Mateo Çardakun, por edhe për portierin Tafa. Janë Azizaj me numër 16 është në këtë momente në fushën e lojës, është trajneri i ekipit e Jatës, por tashmë ka kërkuar të jetë vetë në fushën e lojës pikërisht Azizaj, sapo e pasoi topin për kolegët e tij.
në rasti i trajnerëve që luan në fushën e lojës është jo vetëm për Azizën, por edhe për Arçit Tafilin, i cili është trajneri i ekipit Vllaznis, por luan si kapiten në fushën e lojës, ndërkohë që drejtori teknik i futsallit shkodran, Arben Xhaferi, drejton skuadrën. Shikojmë që është larguar nga fusha e lojës Joalti Ziku, nuk e ka të mundur vazhdimsinë e ndeshjes, shtu paktën duket edhe nga sinjalet që vinë nga stafi mjekësor i Vllaznis. Gokaj kanë humbur topin Koçelut e rimarrin, por rimarrin përshtrimisht nga Tirana që kanë shënuar në këto momente me anë të numrit 22 është Arjen Luria. Është goli i tretë për skuadrën mysafire, 11-3. Kronometri, tabela elektronike duhet të ndryshoj shifrat. Është vënë tashmë. Edhe për efekt e publikut dhe me njëherë Vllaznia në këto momente është kundërpërgjitur me Semir Gokajn, duke mos e lënë të gëzohet shumë me golit skuadra mysafire dhe shkon edhe me thellë rezultati në favor të Vllaznis. Djebaxhia, Gjoklaj, Gokaj, Tafili janë 4 titullarët që janë në fushë tashmë, vetëm portieri Tafa është nga formacioni i dytë. Tafili, jo, është Gjokle që kërkoi Tafilin. Është ndeshkuar me karton të verdh Ari Djebaxhia në këtë moment pas një forkimi me numrin 11 të skuadrës kundërshtare Gerald Shabanin. Gjyqtari i takimit e ka ndeshkuar me karton të verdh Ari Djebaxhin. Ditë dënimi për ekipin nga Tirana që kërkon golin 4, por e shpërdoron në këto momente, ka lënë topin në favorin e Vllaznis, luhet minuta e 10 për pjesën e dytë, 12 Vllaznia, 3 Jata e Tiranës, ekipi kampion, ekipi Sanders që luhet në kampionatin 6+1 që këtë radhë ka debutimin e parë me futsalin në Kupën e Shqipërisë. Tafili për Djebaxhin. Shpërdoren Vllaznia te mundësi portieri Tafa tek Djebaxhia. Tafili. Skuadra mysafire që qarkullon topin në këto momente, kapiteni Azizaj është trajneri dhe kapiteni i skuadrës. Sorjan Azizaj, ai është me topin e zotërim numri 16, e ka humbur kontrollin e topit, është Tafili për Gjoklajn që tenton një ta kaloj parabël tek portieri i skuadrës mysafire Eni Xhelallari. Ka përfunduar në 10 minutë që i parë, për pjesën e dytë ka nisur 10 minutë që i dytë dhe i fundit, luhet minuta e dytë për 10 minutën e dytë të pjesës e dytë, apo
me qartë minuta 12 për pjesën e dytë, rezultati 12 Vllaznia 3, skuadra Tiranës së Jata që si sa më herët ka përvojën e saj të parë në futsal dhe bën këtë në Kupën e Shqipërisë. Është gjysmëfinalja e parë, Gokaj tenton në themë. Është gjysmëfinalja e parë me mes Vllaznisë dhe Jatës, rezultati është 12-3 dhe më njëherë pas kësaj ndeshje do të jetë gjysmëfinalja tjetër, Flamurtari dhe Tirana. Gokaj. Një dalje shpejt, e zuar dhe energjike e portierit Maldin Tafa të Vllaznisë. Duket një garanci e plot për portën shkodrane për krah portierit parë Fatos Behari. Dhe tjetër gol i shënuar nga Ari Djepaxhia, i saktë në goditjen e tij. 13 Vllaznia 3. Ekipi Tiranës së Jata. Dominimi thellë absolut i skuadrës Kuqe Blu, që me këtë sukses shkon në finalen e Kupës së Shqipërisë. Autogol i futbollistëve miqë në portën e tyre me numër 23 Endriol Quni. 14 shkon në shifra për Vllaznin, 3 për ekipin Mysafir. Si shtanë Vllaznia shkon në finalen e Kupës së Shqipërisë, duke pritur çiftin tjetër që do të luajë pas kësaj ndeshje, është Flamurtari Tirana, ku fituesi i saj do të luajë javën e ardhshme finalen e Kupës së Shqipërisë dhe futsal pikërisht në të Pallat Sporti. Çazil Dervishin e Shkodrës, ku ka marrë përsipër në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, ka marrë përsipër organizimin e Kupës së Shqipërisë në futsal. Hyseni të kombinojmë Djepaxhin, tashmë është Gokaj Tafili, Vllaznia po luan pa portier. Porta është e boshatisur, janë të gjithë në fushë duke kërkuar një tjetër gol. Mund ta persoj siç e persoj edhe në pjesën e parë një veprim i tillë që tashmë është bosh, porta mund ta shfrytëzoj. Jata po nuk arrin qëllimit. Dhe më njëherë ndërët ndrimi, rikthehet në portë Maldin Tafa, i cili zëvendëson Olsi Gjergjin, portierin tjetër të Vllaznisë, që pas disa kampionateve të suksesshme është shkëputur nga Vllaznia me mirë kuptim me drejtuesit të futsallit shkodrane për një aktivitet tjetër që duket që do ta ushtrojë jashtë Shqipërisë. Përpiqen të luajnë me kujdes futbollistët mysafirë, të cilët duket që e përpunojnë mirë topin, falë dhe asaj që janë kampion në fuqitë Sandës, kampionatit 6+1. Por dominimi i Vllaznisë është i thellë, 14-3.
Vazhdia vazhdon të sulmoj e 13 minutë 14 vazhdia 3 ekipi Jata nga Kryq qyteti, një test serios ky për ekipin e futsallës së Vllaznisë. Ka tregon se është pretendenti kryesor për fitimin e Kupës së Shqipërisë, natyrisht që përballë ka një skuadër debutuese si Jata e Tiranës, por që është kampione, si thamë, në futbollin e kalqetëve 6+1, por prova vërtet për Vllaznin e këtij sezoni do të jetë finalja ku do të jetë njëra prej skuadrave femërtarja po Tirana dhe shënon Jata golin 4 e pesoj Vllaznia me skemen e saj duke luajtur pa portier, duke luajtur me të gjithë futbollistë. Është rasti i dytë në kësaj ndeshje që ndeshkohet me gol. Me sa duket është një skemë që Vllaznia kërkon ta kultivojë që ta ketë gatshme për finalen, nëse do të nevojitet, që do ta luajë përballë Flamurtarit apo Tiranës. Njëra prej tyre që do dalë fituese në gjysmëfinalen tjetër që do të luhet sonte në Pallatin e Sportit Vëqatin Dervishi. Kujtojmë që jemi drejt përse drejti duke transmetuar këtë gjysmëfinale. Portali Veriu Sport që zakonisht ndeshjet kryesore të sporteve që luhen në qytetin e Shkodrës përpiqet të jetë pranë shikuesve të tij me transmetimit direkte, sidomos në lojrat me dorë, në volejboll dhe basketboll, sepse siç dihet futbolli ka tjetër formulë, ekskluziviteti i transmetimit i kategorisë superiore që nuk lejohet të transmetohen ndeshje direkte nga Federata Shqiptare e Futbollit. Asi Tafili kombinon me Çokajn, Tafili përsipër Çokajn, Tafili është ai që finalizon 15 Vllaznia 4 Jata minuta 19. Në lojë për Vllaznin edhe Harald Jahaj. Harald Jahaj është tjetër portier. Portieri i tretë i Vllaznisë që aktivizohet, u aktivizua disa herë gjatë kësaj pjese për krah portierit tjetër Maldin Tafa. Luhet minuta e fundit të tretë ndeshje, të nderuar shikues të Veriu Sport që po e ndiqni këtë ndeshje drejt për drejt nga Pallati i Sportit Vëqazim Dervishi Shkodrës. 15 Vllaznia 4 Jata nga Kryq qyteti. Tash fitoria është e garantuar dhe pse jo e zyrtarizuar kur ka vetëm pak sekonda për të mbyllur gjithë ndeshja dhe diferenca është shumë e thellë. 15-4 plus 11 dhe vjen vëshëllima përfundimtare për mbylljen e të gjithë ndeshjes. Vllaznia fiton me shifrat 15-4. Të nderuar shikues, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit ju përshëndes për vëmendjen që dërguat në ndjekjen e kësaj ndeshje, e cila u përthot drejt për së drejti nga Pallati i Sportit Vëqazim Dervishi i Shkodrës. Vllaznia fiton thellësisht 15-4 dhe kualifikohet në finalen e Kupës së Shqipërisë. Të dy skuadrat po takohen njëra me tjetrën, ndërkohë që kapiteni i Vllaznisë Alci Tafili gjen kohë që të përqafohet me fëmijët e tij që e kanë ndjekur të gjithë ndeshjen së bashku me familjen Tafili në tribunën e Pallatit të Sportit Vëqazim Dervishi. Tu të nderuar shikues të Veriu Sport, mbyllim transmetimin tonë të drejt për drejt
Nga unë Gaspar Marku, përshëndetja për nuse, Miro Takoshi në të tjera ndeshje të drejt për drejtë nga qyteti i Shkodrës.